Mjeku me urdhër të prerë. Nëse të del gjumi natën, mos e bëni këtë veprim, mund t'ju kushtojë jetën. Është një frikë e zakonshme se në orët e vona të natës mund t'ju dalë gjumi dhe kjo mund të ndikojë në funksionet tuaja në ditën e ardhshme, por një ekspert i gjumit ka paralajmëruar të mos shkoni në shtrat herët nëse jeni të shqetësuar se nuk mund të flini menjëherë. Fizologja e gjumit, Stefani Romzicki, këshillon që të prisni derisa të ndjeheni të përgjumur dhe nëse kjo nuk ju merr edhe pas mesnate, kjo mund të ndikojë në çështjet tuaja shëndetësore. Kjo rutinë nuk do ju bëjë më të lodhur në planin afatgjatë, duke siguruar që të zgjoheni në të njëjtën kohë çdo ditë, shpjegoi ajo. Stefania tha: Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Nëse nuk jeni të përgjumur, do t'jetë plotësisht në rregull që t'jepni vetes pak leje për të qëndruar pak vonë dhe për të ndërtuar me të vërtetë atë që dëshironi fort për të fjetur. Kjo lëvizje do ju çojë gjatë gjithë natës shumë më të qetë sesa nëse shkoni në shtrat kur nuk jeni të përgjumur. Kur shkoni në një dhomë e cila është plotësisht e errët, por jeni plotësisht zgjuar, filloni të shqetësoheni, filloni të stresoheni pak, filloni të keni edhe mendime të përsëritura, rrahjet e zemrës suaj do të rriten, temperatura e trupit do të rritet, dhe para se ta kuptoni, gjendja juaj fiziologjike është krejtësisht e kundërta me atë që nevojitet në mënyrë që të filloni të ndjeni edhe përgjumjen. Pra, jo vetëm që nuk keni ndjerë gjumë, por në fakt e keni larguar atë plotësisht. Dhe ky gabim mund të bëjë që ditën e ardhshme të jeni më të lodhur dhe gjithashtu të ndikoni edhe në cilësinë e punës që ju mund të bëni. Por për të përmirësuar cilësinë e gjumit në dietën tuaj mund të shtoni edhe një sër produktesh ushqimore, të ndryshoni stilin e jetesës dhe të ndërlikoni gjithashtu edhe të gjitha ato faktorët të cilët ju krijojnë pagjumësi. Nëse po kërkoni një zgjidhje ushqimore për të përmirësuar cilësinë tuaj të gjumit, atëherë jeni në videon e duhur. Ju ftojmë të dëgjoni këtë video deri në fund për të kuptuar edhe produktet më të mira ushqyese të cilat do t'japin rezultate fantastike kundër problemeve të pagjumësisë. Sigurohuni që të shijoni këto ushqime në dietën tuaj të përditshme. Ushqimet të cilat luftojnë pagjumësinë mund të gjenden edhe në kuzhinën tuaj. Sipas Bright Side në këtë video do të rendisim produktet më të mira ushqyese për një gjumë më të qetë. Ushqimet që konsumoni gjatë ditës ose që hani përpara se të shkoni në shtrat mund të kenë efekte të drejtpërdrejta në cilësinë tuaj të gjumit. Zgjedhja e ushqimeve që sigurojnë lëndë ushqyese dhe nxisin gjithashtu edhe përmirësimin e cilësisë së gjumit dhe ju çlodhin më mirë gjatë natës, janë vendimtare për një gjumë cilësore deri në ditën e ardhshme. Në këtë video, sipas Healthyside do të rendisim produktet më të mira ushqyese, të cilat do të ndikojnë drejt për së drejti në cilësinë tuaj të gjumit duke e përmirësuar atë. Çaji i kamomilit. Ju ndoshta e dini tashmë se çaji i kamomilit u përket qetësuesve më të mirë natyral. Ky çaj përmban antioksidantë të cilët mund të nxisin cilësinë më të mirë të gjumit, kurse pirja e tij përpara gjumit është e rëndësishme sepse mund të përmirësojë kështu edhe cilësinë tuaj. Është e rëndësishme ta pini çajin e kamomilit të paktën një orë e gjysmë përpara se të shkoni për të fjetur. Kjo është një mundësi e shkëlqyer për të ndikuar drejt për së drejti në cilësinë tuaj të gjumit. Mishi i gjelit të detit gjithashtu është një alternativë e çmuar në këtë aspekt. Nutricionistët pohojnë se mishi i gjelit të detit është i mrekullueshëm për të konsumuar në mbrëmje, nëse dëshironi të flini më mirë. Gjeli i detit përmban sasi të madhe të proteinave dhe tripofanit që dihet se këto dy substanca reduktojnë lodhjen. Bajamet. Melatonina është një nga substancat më të dobishme për gjumin cilësor. Bajamet janë një burim i melatoninës dhe mineraleve të magnezit të cilat gjithashtu përmirësojnë gjumin. Këto dy përbërës të kombinuar janë një zgjedhje e shkëlqyer edhe në mes vakteve të shëndetshme para gjumit. Kiwi. Ky frut i gjelbër dhe i shijshëm përveç se është një përbërës i pasur me vitaminën C, është i pasur me serotonin dhe antioksidant, dhe të dyja mund të përmirësojnë cilësinë e gjumit nëse hahen përpara se të shkoni për të fjetur. Lëngu i vishnjave ose lëngu i qershive.
Përveç se janë të shijshme, lëngu i qershive përmban hormonin melatonin i cili nxit gjumin dhe ju ndihmon të bëni një gjumë më të mirë dhe pa ndërprerje gjatë natës. Peshku i yndyrshëm. Peshku i yndyrshëm është i pasur me vitamina D dhe acide yndyrore omega 3 dhe të dyja kanë në veti që mund të përmirësojnë cilësinë e gjumit tuaj. Frutat arrore. Përveç bajameve si ushqime të pasura për gjumin, rekomandohen edhe arrat. Ato kanë disa veti të cilat nxisin gjumin më të mirë, për shembull janë një burim i shkëlqyer i melatoninës dhe yndyrnave të shëndetshme, element këto të cilat do t'japin cilësi më të mirë të gjumit gjatë natës. Qershit. Konsumi i lëngut të qershive ose disa kokra qershi të vogla sigurisht që do ju ndihmojnë në këto aspekte. Qershit janë një nga burimet më të mira të melatoninës që na ofron natyra. Melatonina njihet gjithashtu edhe si hormoni i gjumit të mirë. Ajo lidhet edhe me shndrimin e serotoninës. Melatonina zakonisht çlirohet në mbrëmje ose dhe ju bën të ndjeni më të lodhur dhe gati për gjumë, kështu që ju mund të flini më mirë pa marrë ndonjë ilaç, pa tableta edhe pa ndikime negative. Këtë e tregojnë edhe disa studime të cilat subjektet që konsumonin lëngun e qershive përpara se të flinin, i zuri gjumi 17 minuta më herët. Gjëja më e mirë është se qershit nuk kanë efekte anësore dhe nëse i konsumoni si duhet dhe përpara gjumit e konsumoni edhe lëngun e tyre, do ta keni më të lehtë që të bini për të fjetur. Një tjetër produkt pozitiv për cilësinë tuaj të gjumit janë edhe qiqërat. Qiqërat janë gjithashtu një zgjidhje e mirë. Ato janë plot me vitaminën B6, kjo kërkon që trupi të përdorë ato edhe melatoninën në mënyrën e rregullt. Qiqërave nuk u mungojnë as kalciumi dhe gjithashtu as magnezi. Ky kombinim i bën ato të përsosura për mirëmbajtjen e gjumit dhe gjithashtu për të përmirësuar cilësinë e tij, sidomos në orët e vona të natës. Edhe drithrat janë një mundësi e shkëlqyer për të ushtuar në dietën tuaj. Do t'japin rezultate fantastike kundër problemeve të pagjumësisë dhe do të mbajnë larg gjithashtu edhe komplikacionet e tyre. Përfshirja e drithrave të duhura në dietën tuaj sigurisht që është një nga elementet më të lartë ushqyes kundër këtyre komplikacioneve, citon Healthy Side. Ndaj në këto raste këshillohet drithrat sa më natyrale të konsumohen në dietën tuaj. Në dietën tuaj gjithashtu nuk duhet të mungojnë as produktet e qumshtit. Ushqime që nxisin gjumin vijnë në të gjitha format edhe ngjyrat e mundshme. Nëse ju jeni vegan, bulmeti mund të bëhet miku juaj më i mirë për të ushtuar në dietën tuaj. Ato përmbajnë gjithashtu triptofan, i cili është një aminoacid i rëndësishëm për trupin. Ato bëjnë të mundur që trupi të prodhojë serotonin. Serotonina është një hormon i lumturisë që ju bën të lumtur dhe pengon gjithashtu mendimet e bezdisshme negative në dietën tuaj. Serotonina është e nevojshme për të pasur një gjumë cilësor dhe të pandërprerë gjatë natës. Në dietën tuaj për një gjumë cilësor nuk duhet të mungojnë as frutat e thata. Opsioni vegan i produkteve të qumshtit janë edhe frutat e thata. Frutat e thata përmbajnë gjithashtu aminoacide esenciale dhe triptofan. Nëse dëshironi të përfitoni dy fish, mund t'i kombinoni gjithashtu të dyja. Për shembull, mundet të përzjeni frutat e thata me kosin tuaj dhe përveç efekteve që nxisin gjumin, keni edhe një ushqim të shijshëm për të konsumuar në mbrëmje. Kushdo që beson se yndyra është gjithashtu e keqe për trupin, nuk është marrë si duhet me ushqyerjen, sepse yndyrat e shëndetshme, siç gjenden te frutat e thata, perimet, nuk janë as pak të dëmshme nëse i konsumoni në sasinë e duhur për të marrë vlerat e tyre. Avokado. Në listën e ushqimeve që nxisin gjumin nuk do të ishte e plot me avokadon. Këto ushqime përmbajnë magnez që sigurojnë muskujt edhe relaksin e duhur. Bananet. Nuk ka asgjë që ky frut nuk mund ta bëjë. Ato përmbajnë shumë magnez, kalium dhe vitamina. Këtu gjenden edhe aminoacidet triptofan, të cilat njihen si përgjegjës për aftësinë e trupit për të prodhuar melatonin. Në kombinim me magnezin dhe kaliumin, temperatura e trupit ulet dhe ekuilibrat hormonal rregullohen. Nuk është të çuditshme që bananet jenë një aleat i mirë i cilësisë tuaj të gjumit, edhe kundër këtyre shqetësimeve, citojnë ekspertët e Healthside. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë tuaj.